Të dashur miq, është hera e parë që me këtë video I drejtohem vetëm gjinisë mashkullore. Si mjek, si mashkull dhe si kardiolog, ndjej që ka disa gjëra që duhen thënë, sepse ka një lidhje shumë të rëndësishme me shëndetin kardiovaskular dhe shëndetin e meshkujve, pra shëndetin riprodhues. Atëherë që t'jemi të qartë si fillim, penisi nuk është muskull, është një ynd sfungjeror dhe përbëhet nga shumë enjë gjaku. Pra, aktiviteti I ereksionit është absolutisht një mbledhje nga sistemi jon nervor dhe nga një sistemi jon kardiovaskular, arrihet të ndodhi ereksioni. Dhe sigurisht ka muskuj që aty futen në rol, por një shëndet I mirë kardiovaskular është gjithmonë baraz një shëndet I mirë mashkullor. Atëherë, hormoni që e bën mashkullin mashkull, këtë e di çdo kush, është testosteroni. Testosteroni është në fakt hormon që I thonë hormoni keq për zemrën. Meshkujt preken më shpesh nga sëmundjet kardiovaskulare. Por, jo te meshkujt e rinj. Meshkujt e rinj janë të bërë të kenë nivelet e larta të testosteronit. Dhe në moment që meshkujt e rinj kanë ulje të niveleve të testosteronit, përkundrazi, ata preken më shpesh nga sëmundjet kardiovaskulare se sa normalisht. Atëherë këtu unë duhet të fus 5 gjëra të cilat mund të përmirësojnë, domethënë shëndetin riprodhues dhe shëndetin mashkullor. Numri 1 është kujdesi I enëve të gjakut. Enët e mira të gjakut janë çelës për një qarkullim gjaku shumë të mirë në organet gjinitale. Kjo vlen dhe për meshkujt dhe për femrat. Por puna është këtu. Enët më të vogla të zemrës, enët më të vogla të gjakut që kemi ne, pra rrjeti më I fort kapilar, po them, është një në retinën e syrit, që ne kemi dhe mundësi ta shohim, dhe tjetër është dhe në penis, dhe është një shenjë shumë e shpeshtë impotenca për shkak të një problemi kardiovaskular. Mos e egzagjeroni këtë gjë, nuk është super e shpeshtë, por mundet të jetë problemi kardiovaskular. Atëherë vim te ajo gjë që unë e them gjithmonë, cili është armiku numri 1 I enëve të gjakut. Pra gjëja që I dëmton më shumë enët e gjakut. Gjëja që I dëmton më shumë enët e gjakut është një duhani, kështu që ata që pinë duhan e di që kanë fiksim, dhe numri 2 është hipertensioni. Pra kujdes nga hipertensioni dhe ata që pinë duhan e din vetë. Është armiku kryesor I atij mikut poshtë. Numri 2 është ushqyerja. Ka disa ushqime të cilat mundet ta përmirësojnë sistemin ton të qarkullimit të gjakut, dhe ka disa ushqime të cilat janë të vërtetuara që e rrisin nivelin e testosteronit. Dhe sigurisht këto ushqime janë të mira për shëndetin e mashkullit. Pra, numri 1 që kanë lidhje me enët e gjakut janë frutat e kuqe, që unë e them gjithmonë, dhe sidomos tani fruti I stinës është portokalli, që ndikon shumë mirë në qarkullimin e gjakut, dhe nga ana tjetër janë disa ushqime të cilat rrisin nivelet e testosteronit. Ushqime që rrisin nivelet e testosteronit janë më poshtë mishi I kuq, ai mishi I kuq që themi tërë është I keq I kështu, me mas çdo gjë absolutisht nuk është I keq, me mas çdo gjë siç e them. Mishi I kuq, stejku, pra bifteku, peshku, peshku që ka më shumë aftësi për të ndikuar në nivelin e testosteronit është sardelia, frutat e detit, ku nga frutat e detit duhet të theksoj osteriket, të cilat kanë nivele kanë gjëra shumë efekte shumë të mira në trup, dhe sidomos uljen e inflamacionit, por shkaktojnë dhe rritjen e testosteronit,
Dhe tjetër janë hurmat e arabisë dhe ato arrat e arabisë apo quajtur ndryshe paranyse. Ikëm dhe të ushqimi, pra një dietë e kujdesshme është shumë e rëndësishme si për shëndetin kardiovaskular, ashtu edhe për ruajtjen e niveleve të testosteronit. Numri 3 është aktiviteti fizik. Pra mungesa e aktivitetit fizik çon në ulje të testosteronit, çon në dëmtime të sistemit ton kardiovaskular dhe në ulje të shëndetit ton mashkullor. Por këtu është shumë e rëndësishme të theksoj që penisi ka, si me thënë, një lloj gjimnastike të vetën. Dhe gjimnastika e vet ai e bën çdo mëngjes. Pra çdo mëngjes çdo mashkull normal e di ka një ereksion normal. Dhe çdo mashkull me nivele të mira të testosteronit ngrihet me zilen e ngritur. Dhe kjo është shenja, është ai sinjali që duhet ta di çdo mashkull të niveleve të mira të testosteronit dhe të një shëndeti të mirë seksual riprodhues. Pra në momentin që zgjohesh në mëngjes dhe nuk po them çdo ditë se ka momente që duhet ikë shpejt në punë, njeriu është i stresuar, por si princip ereksioni i mëngjesit është një shenjë shumë e rëndësishme të niveleve të mira të testosteronit dhe të një shëndeti të mirë kardiovaskular. Pra, siç e thash edhe një herë, penisi nuk është muskull, por muskujt e pelvisit, pra muskujt e brendshëm të legenit, e ndihmojnë ereksionin dhe e ndihmojnë dhe aktivitetin seksual. Për të mos filluar këtu të bëj ndonjë lëvizje që të filloni të qeshni, çdo lëvizje që i ngjan aktivitetit seksual mund ta riprodhoni dhe ta ktheni në formën e një ushtrimi, dhe këto janë lëvizje që e ndihmojnë shumë muskulaturën e legenit dhe ndihmojnë jo vetëm ereksionin, por dhe mbajtjen e një aktiviteti seksual më të gjatë. Pra, numri 1 tham enë të gjatë, ku duan, numri 2 ushqimi, numri 3 ishte aktiviteti fizik dhe numri 4, po ashtu shumë i rëndësishëm, është temperatura. Testikuli, i cili ka për funksion jo vetëm që të prodhoj spermatozoitet, por gjithashtu ai prodhon testosteronin, ka të nevojshëm temperaturën ta ketë 1 grad më të ulët se temperatura e trupit. Dhe prandaj testikujt janë gjithmonë të shkëputur pak nga trupi për të ruajtur temperaturën. Çfarë bëjmë ne meshkujt e kohës moderne? I veshim ato brekët të ngushta fare dhe shkakton kontakt të drejtë për drejtë të testikulit me pjesën tjetër të trupit. Kjo e rrit temperaturën e testikulit dhe është e vërtetuar që rritja e temperaturës së testikulit shkakton inflamacion të testikulit. Dhe ky inflamacion shkakton ulje të shëndetit riprodhues. Pra ajo që sugjeroj unë, numri 1 është brek të lirshme, absolut shumë e rëndësishme, por për pacientët apo personat që duan një performancë akoma më të lartë, mundet të bëjnë dhe një larje të testikuve me ujë të ftohtë në mëngjes. Sigur, jo të ftohtë akull se i bën dëm, po domethënë një larje e vogël me ujë të ftohtë nga poshtë. Mos qeshni me këto, janë shumë të vërteta. Dhe pesta dhe fundi që mos t'i bie gjatë është gjumi shumë i rëndësishëm.